Dhe për të folur për këto zhvillime, kam kënaqësi të kem zonjën Teuta Nunaj Kortoçi. Zonja Nunaj Kortoçi, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që u bashkuat. Përshëndetje, ju falenderoj dhe ftesën, është kënaqësi. Më tregoni pak si çfarë po ndos në këto orë të fundit përpara Olimpiadës dhe reagimet që vijnë nga Milano, nga kryetari i bashkisë, por edhe nga autoritetet e tjerë lidhur me prezencën e AIS në Milano. Nëse do ta ndajmë analizën në dy pjesë, do themi që Italia është gati për të pritur laureat olimpike dhe gati do thotë është disa javë përpara në gjithçka që kërkon një event ose një ngjarje kaq shumë e rëndësishme. Aspekti gjithmonë teknik, infrastrukturën dhe gjithçka tjetër është deklaruar gati për sa i përket edhe fshatit olimpik, për sa i përket edhe qendrave të akomodimit, hotelet e gjithçka tjetër. Dhe kjo është pjesa e bukur, pasi realisht Italia di vërtet të ofrojë ngjarje shumë të rëndësishme me një organizim realisht shumë të mirë dhe shumë perfekt. Ndërsa në aspektin tjetër do ta trajtojmë në aspektin më shumë politik, se sa një aspekt real se çka po ndodh. Pasi siç thotë edhe juve, deklaratat vijnë nga e majta, duke qenë se në pushtet është e djatha. Në analizën time më shumë prezenca e arsi është më shumë bërë një diskutim si pasojë e të djathëve që po na vinë në Itali, ndërkohë që në Itali, në pushtetin vendor, pra siç e thatë ju Sala është pjesë e të majtës, pra është një bashkiak i të majtës, si qendrës, ndërkohë që është qeveria e djathtë e cila po bën ose ka marrë përsipër pjesën më të madhe të gjithë organizimit. Në këtë pjesë do them që është më shumë pjesa e luftës politike që bëhet mes dy kampeve, kur çfarëdo gjëje që bën qeveria e djathtë vetëm kundërshtohet nga pala e majtë, shoh në këtë rast nga kryebashkiaku, por shoh në këtë rast edhe nga drejtues të tjerë lider të së majtës, ku mund të përmendim edhe rastin e ish-kryeministrit Conti, i cili dhe ai është shprehur kundër prezencës së këtyre përfaqësuesve në këtë rast në Itali. Po vetë qytetarët në Itali çfarë thonë, zonja Nunaj Kortoçi, si janë të darë qytetarët, apo qytetarët dietë? Edhe ata në bazë politikës. Normalisht unë kam ndjekur në vazhdueshme dhe ato që jepen në lajme ose në kronikat e shumta televizive që jepet, dhe më shumë fokusi ka qenë te politika. Qytetarët në këtë rast në analizën time janë treguar më shumë indiferent ndaj kësaj pjese, sepse ata nuk janë pjesëmarrës në organizim, në aspektin e drejtimit, po ata janë pjesëmarrës në procesin e të bërurit. Dhe unë nuk gjykoj në këtë rast që qytetarët kanë ndjerë ose do ndjejnë ndonjë ndryshim nëse do jenë prezent apo nuk do jenë AIS në Itali. Më shumë ata e shikojnë se sa suksesme do jenë kjo olimpiadë dhe çfarë benefiti ekonomik do sjellë kjo për Italinë. Në aspektin e prezencës AIS-ie në Itali është vetëm fakti politik. Pra e majta është kundër çdo gjë sepse gjithmonë vendimet e marra nga presidenca e Meloni, pra ose nga Këshilli i Ministrave, kanë qenë gjithmonë vendimarrje që ata e klasifikojnë gjithmonë pro-Trump, do thotë gjithmonë pro-Shtetet Bashkuara dhe asnjëherë nuk kanë marrë një vendimarrje të pavarur. Nga ana tjetër, në këtë rast është e djatha, e cila realisht e ka në ekskluzivitetin e saj këtë miratim të AIS-ie në Itali, dhe ata në këtë rast i qojnë një pjesë të bashkëpunimit, pasi edhe vetë prezenca e tyre është deklaruar edhe nga ministri i Brendshëm Piantedosi në Itali, që ata do jenë në mbrojtje të drejtuesve të lartë politik që do marrin pjesë në inaugurimin e Olimpiadës, që do bëhet në Milano, në stadiumin San Siro të Milanos, dhe do jetë zëvendës presidenti dhe Vance dhe njëkohësisht sekretari i shtetit që është Rubio. Pra këta janë për të mbrojtur ose të mbështetës të gjithë ekipit, por kryesisht të figurat larta politike. Pra nuk janë ata të cilat do marrin në dorë kontrollin e gjithçka që ndodh ose gjatë kohës që zhvillohet Olimpiada ose gjithçka që ndodh në Itali. Kështu që në këtë pjesë shikojmë më shumë një luftë politike mes dy kapeve, sesa një problem real në këtë rast që mund të jetë përkthyer kjo për qytetarët. Okej, zonja Nunaj Kortoçi, ndalim pak tek fusha juaj ekspertizë tashmë, kalojmë pak tek ekonomia. Cilat janë parashikimet e impaktit ekonomik që do ketë kjo olimpiadë jo vetëm në ekonominë e Lombardisë, por në gjithë ekonominë e Italisë? Realisht janë ngjarje të cilat kanë një ndikim shumë të madh, sepse edhe pse do themi në këtë rast është ndikimi, nuk varet